tubacion. Kjo është. Pra vjen nga Kirkuku, ky tubacioni dhe përfundon në portin e Banias, në Siri. Ky nuk është një tubacion, pra një naftësjellës nuk është i ri. Ky është ndërtuar për të parë në vitin 1956. Dhe ka funksionuar deri në vitin 1970, në vitin 1980, kur nisi lufta me Irak-Iran. Dhe duke qenë se Siria në atë kohë mbajti krahun e Iranit, ky tubacion u ndërpre. Pastaj është vendosur gjatë më pas, tek tu ka funksionuar disa kohë, por në vitin nga viti 2013, edhe mbrapa pothuajse është shkatërruar pjesa më e madhe e tij. Dhe është bërë një studim, për këtë dhe duhet 3 vjet që ky tubacion të hyjë në funksionalitet të plot. Por ama nuk do të thotë se për 3 vjet do të kemi këtë luftë në e rëndësishme është që ti të nënshkruash kontratën. Dhe kjo kontratë do të nënshkruhet javës që vjen. Me kryeministin e ri të Irakut do ta nënshkruajnë Shtetet Bashkuara të Amerikës rindërtimi i këtij tubacioni, i cili do ta kalonte të gjithë naftën që Iraku tashmë e kalon nga Kirkuku dhe e ndan në 2 drejtime. Ç'po bëhet? Pra, nafta që del në Kirkuk shkon, një pjesë shkon në drejtim të ngushtisës Hormuz atje në gjirin e Hormuzit, ku shkon atje ku mbushet me anije, pra po atje nuk shkon me tubacion, shkon me autobote. Kurse një pjesë e autoboteve dalin dhe shkojnë në Turqi. Pra i merr Turqia. Pra në këtë ndahet. Dhe tash Shtetet Bashkuara të Amerikës çfarë po duan bëjnë? Pra të mos shkojë as në ngushtisën e Hormuzit të dali këtej. As në Turqi. As në Turqi. Po të kalojë një tubacion i cili do ndërtohet nga 4 firma amerikane. Pra logjika ekonomike e Trumpit, pra. Logjika e një biznesmeni. Dhe në momentin që ti nënshkruan kontratën, këto hyn. Po çfarë do të thotë kjo kontratë? Kjo do të thotë kontratë, do të thotë që nesër. Pse këtu ka një problem të madh. Kjo kontratë do të thotë që Siria, pra kur kalojnë kjo pjesë e Sirisë, që kalon mes përmes Sirisë. Këtu. Kalon në zona të banuara me sunit dhe kalon në zona të banuara me kurd, një pjesë e kësaj, dhe pjesa tjetër këtu janë pothuajse këta mund të themi Alevitët, po. Komplet kjo pjesë. Pra do të thotë që në këtë moment Siria i duhet një vend stabil, pra nuk duhet të ndahet. Pra do thotë të gjitha pretendimet e Izraelit për ta çuar Sirinë drejt një konflikti tani më të brendshëm midis Turqisë dhe Izraelit në Siri, e cila do të shkatërronte këtë projekt ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tani më kësaj, në moment që kjo marrëveshje nënshkruhet, i vje fundi këtyre gjërave. Ideja së çarjes të Sirisë. Okej. Dhe i blokon Izraelit një pjesë të ëndrrës vet për të bërë Izraeli i madh, cili parasheh ndarjen e Sirisë. Po. Në këtë. Dhe shman konfliktin midis Izraelit dhe Turqisë në këtë pikë. Nëpërmjet këtij tubacioni. Dhe po ama shkakton një problem për Izraelin. Një problem i cili me anë të lobimit mund të shkaktojë Trumpit probleme të mëdha. Dhe për këtë arsye Trumpi tashmë çfarë duhet të krijojë idenë një lufte sërish me Iranin. Dhe prandaj është drejtuar Kongresit. Po. Sepse kam ato letrën e Kongresit. Sepse gjithë problemi Trumpin e ka me Kongresin, për arsye se ky Kongresi para disa kohësh bëri një rezolutë e cila i ndalonte presidentin që të bënte luftë sërish me Iranin ose me vende të tjera në gjirin persik pa miratimin e Kongresit. Dhe tashmë duke qenë se kanë kaluar afati kohor që duhet, pra nga bërja një lufte të një tjetra, sepse në moment që ti e ndal, pra kur nënshkrua memorandumi, në atë moment llogaritej e ndërprer afati kohor për 90 ditësh. 90 ditë që është afati. Pra dhe tashmë Trumpi e ka lejuar të kalojë, ka kaluar 40 ca ditë dhe në këtë moment unë kam sërish dhe e shpalltë. Për 2 arsye. E para duke futur në këtë gjë. Pra duke futur në këtë dhe duke dashur të përfshijë edhe Kongresin në këtë. Para tregon që Trumpi ka probleme me Kongresin. Ka probleme me Kongresin amerikan. Pra nuk i ka të gjithë siç i kishte në një linjë, në kuptimin e miratimit dhe të mbështetjes të vendimit për luftë. Dhe për këtë arsye kërkon t'i vëjë ata para faktit kryer. E dyta, ka probleme me lobin izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse ky tubacion që do pra siç e shpjeguam, e nxjerr jashtë loje Izraelin në Siri. Projektin për të blokon totalisht në këtë aspekt. Dhe jep fund një konflikti në Siri midis Izraelit dhe Turqisë. Nëpërmjet këtij tubacioni. Sepse janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që është interesi i tyre direkt, sepse janë vetëm firma amerikane që do ta ndërtojnë këtë. Pra nuk janë firma të tjera. Është direkt interes amerikan në këtë aspekt. Dhe për të anashkaluar goditjen e lobit izraelit, i duhet që të përfshi Kongresin në këtë, pra që unë nuk po shpall luftë Iranit, po jam në një gjendje lufte me Iranin. E para dhe e dyta,
Pikërisht, nuk ishte pa luftë. Sulme mbrojtëse. Sulme mbrojtëse. Pra, te ajo që thamë në fillim, pra nuk do të kemi një luftë, sepse po të hymë në një luftë, maksimumi 30 ditë ka kapacitet. Kurse po të jemi në këto, pra sulmoj sot, po sulmoj pas 2-3 ditësh prap, mund të zgjasim një vit. Jemi në sulme mbrojtëse. Pra, në këtë aspekt e përdor këtë me miratimin e Kongresit, pra sulme mbrojtëse, dhe vazhdojmë në këtë mënyrë për disa arsye. Arsye e parë është që edhe Kongresin ta bëjë në një linjë me vete në këtë aspekt. Pra, mos ketë probleme politike sepse po mendon edhe për zgjedhje Trumpi, pra në nëndor janë zgjedhjet. Pra është duke menduar edhe për atë. Dhe në mënyrën që i bën bashkë Kongresin, atëherë ky garanton fitore në zgjedhje në nëndor. Sepse nuk mundet nesër që pala atje dali thotë që ta përdori gjatë fushatës që ti po bën luftë, ndërkohë që ti ke pranuar në këtë aspekt. Pra e fut në këtë pikë. E dyta, e rreshton lobin izraelit, e fut në një, si më thën, i jep atyre një pozicion dhe i thotë këtu qëndroni dhe mos dilni më, pra sepse deri më tash keni bërë çfarë keni bërë, po stop. Dhe për këtë i duhet Kongresi që të ndalojë lobin, sepse Kongresi lobi funksionon si lob mbi Kongres. Pra të bjeri ky presioni dhe ta akordohet dhe ta marrë këtë. E treta, për çfarë i duhet? Ka ndodhur një ngjarje shumë interesante në të gjithë të kuadër, pra të gjitha ngjarjet janë të lidhura me njëra tjetrën. Trumpit i duhet përfshirja e Kongresit dhe futjen në një gjendje lufte për të rritur nivelin e sigurisë. Dhe pse i duhet një gjë të tillë? Atëherë, ka pasur një tentativë për eliminimin e Trumpit, sërish. Ka pasur një tentativë? Po, tentativa për eliminimin e Trumpit ka qenë në Turqi. Është e vërtetë ajo, Dritan? Po, Trumpi ndroi avionin, erdhi avioni tjetër urgjentisht dhe nuk fluturoi më me avionin e ri. Po fluturoi me avionin e vjetër Air Force One. Çfarë ishte kjo, Dritan, se? Pra, ishte parashikuar që avioni i ri që i ka dhënë Katari mendoi që informacioni përcaktonte që ky avion i ri ka pasur, nuk i kishte të gjitha kapacitetet për të mbrojtur presidentin e Amerikës. Në momentin që të ngrihej nga Turqia dhe mund avioni të sulmojë, të psonte një ndërhyrje kibernetike dhe avioni të rrëzohej së diçka tjetër. Për këtë arsye, nuk fluturoi me avionin e ri, po soll avioni i vjetër i cili normalisht është i mbrojtur nga të gjitha dhe fluturoi sërish me avionin e vjetër në drejtimin e Shtetit Amerikës. Në të njëjtën kohë që fluturoi me këtë. Kemi një nga senatorët më kryesorë të Shtetit Amerikës, Lindsey Graham. Po. Senatori i cili i frynte luftës, i frynte Izraelit madh, çështjes së Izraelit madh, i frynte luftës me Iranin, i frynte luftës me Ukrainën, i cili udhton në drejtim të Ukrainës. Dhe vdes. Pavarësisht se vdekja thuhet që ka ndodhur në Shtetin e Amerikës, orari i lëvizjes nuk përputhet me vdekjen në Shtetin e Amerikës. Dhe deklarata e Trumpit pas vdekjes së tij thotë që e kisha mik, por ai donte që lufta në Ukrainë të vazhdonte pafund. Pra është deklarata e Trumpit. Dhe Lindsey Graham po paraqiste dhe kishte bërë gati një projekt ligj për ta paraqitur në Senatin Amerikan, më pas edhe në Kongres, thuajse në të dyja dhomat, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vinë disa sanksione të reja ndaj Rusisë dhe të angazhoheshin për prodhimin e raketave Patriot për nevojat e Ukrainës në Ukrainë. Po, lajm interesant. Pra, kjo e fuste Shtetet e Bashkuara të Amerikës direkt në një konflikt të armatosur me Rusinë, gjë që Trumpi është munduar ta shmangi prej ditës parë që ka ardhur president. Pra, dhe vazhdon ta shmangi. Dritan, kjo e fuste po thua? Absolutisht. E fuste direkt në nëse do miratohej gjithmonë. Po pra, po këtu është problemi sepse Trumpi nuk e kontrollon dot më Kongresin. Prandaj është drejtori i Kongresit, edhe Senatit. Sepse Lindsey Graham i përket lobit izraelit, biles me një deklaratë të tij të paracakuar thoshte që unë parsore kam Izraelin, pastaj kam Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata e tij. Po, e vërtetë. Pra, dhe ky lobim ishte bërë aq i fuqishëm sa mund ta çonte drejt një lufte. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht nuk kanë interes të hyjnë në luftë me Rusinë. Dhe për këtë arsye duhet ky kaos i kontrolluar në Iran, i cili shërben njëkohësisht edhe Iranit edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse i shërben Trumpit në veçantë, po edhe Iranit në veçantë. Duke futur në këtë lloj konflikti të zgjatur. Pra jo një luftë, po një lloj konflikti i tillë i zgjatur, atëherë ç'a bën? Deri më sot, po të shohësh gjitha mediat botërore kanë thënë që Trumpi doli humbur nga konflikti me Iranin në momentin që nënshroi këtë memorandumin. Po. Atëherë ç'a bëm? Si dalim nga ky memorandum? Duke hyrë në një konflikt tjetër. Në mënyrë që ta rinegociojmë sërish këtë memorandum. Sepse mënyrë tjetër për të rinegociuar memorandumin ti nuk ke. Duhet të prishësh të parin që të hysh të rinegociosh një të ri. Po si do ta prishësh të parin? Duke hyrë në një konflikt të ri. Po jo direkt në luftë totale, por në një luftë shumë të zgjatur.
Dhe Trumpi thotë ne bllokojmë ngushtisën e Hormuzit dhe këtej mbrapa gjithë kush i do kalojë do pagojë 20%. Po. Ndërkohë që nuk është i mbyllur ngushtia e Hormuzit. Pra, nëse do kalosh do pagosh 20% e Trumpit, po do pagosh edhe 10% e iranianët. Dhe kur ky çmimi i naftës rritet, atëherë të gjitha tregjet dhe të gjitha kompanitë e naftës përfitojnë. Absolutisht po. Pra kemi një kaos të kontrolluar për përfitime financiare, ku më së tepërti përfiton Trumpi ose dikush tjetër i lidhur me Trump. Pra gjitha kompanitë e naftës që po hynë në lindjen e mesme dhe që ekzistojnë lindjen e mesme me këto kompanitë amerikane, kineze, ruse, gjithçka këta fitojnë. Pra është një kaos i kontrolluar për përfitime të mëdha ekonomike, por edhe për të bërë disa rregullime dhe estetike politike për nevojat e tyre në të ardhmen, por edhe për të shmangur një konflikt tjetër më të madh, pra konflikti midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë. Që mund të ndodhte nëse. Mund të ndodhte nëse. Shumë interesant, po kjo tentativa për atentatin ndaj Trumpit se nuk është tentativë, është një tentativë. Pra, mund të themi atentat, po është një lajm. Paktën izraelitët e kanë njoftuar sipas mediave që mund të ketë një përpjekje për po kjo është përpjekja. Pra në momentin që ti për arsye sigurie ndron në 12 orëshin e fundit mënyrën e lëvizjes të presidentit, e cila është parashikuar që më përpara në protokoll, pra do të thënë që niveli i sigurisë është cënuar, siguria e presidentit është cënuar. Dhe në këtë moment kur cënohet siguria e presidentit, atëherë automatikisht ajo konsiderohet një atentat mbi jetën e presidentit. E qartë. Dhe në rast se do të kishim një atentat mbi jetën e presidentit të ndodhur në Turqi, atëherë çfarë do të bënte? Kjo do të fuste gjithë botën në një konflikt sepse në këtë moment mund të akuzojë Turqia, e cila nuk garantoi jetën e presidentit, e kishte marrë përsipër sepse organizoi NATO-n, mbledhjen e NATO-s, mund të akuzojë Irani në këtë moment, po edhe Rusia sepse ndodhte NATO trekëndësh. Dhe në këtë moment e fuste gjithë botën në një konflikt botëror i cili do të përfundonte pastaj. Po, kjo si do mund të përfundonte. Për këtë arsye, të gjitha këto lëvizje që shifni, që thash, janë lëvizje në këtë aspekt. Dhe që të gjitha këto nesër të mos ecin, atëherë ti krijon një diversion tjetër. Dhe diversioni është bëjmë sikur hym në luftë me Iranin. Dhe përfitimet ekonomike të gjitha palëve janë përfitime, vazhdojnë nuk cënohen, por mbesim në këtë. Dhe përse duhet edhe Arabia Saudite, sepse Arabia Saudite ka shitur deri tash naftë dhe në rast se do të vazhdonte vetëm të bllokojë vetëm kjo. Arabia Saudite shet naftën dhe gjithë nafta që kalon në Arabinë Saudite, që shet Arabia Saudite kalon në Bab el Mandeb. Po, kam një hartë tjetër aty regjia. Nuk mund të lihej duke qenë se të gjitha vendet e tjera të gjirit persik do të bllokoheshin po bllokohen nga ky ringjallje e këtij konfliktit midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Atëherë këtu nuk mund të lihej Arabia Saudite jashtë. Por Arabia Saudite jashtë si mund të ndali? Vetëm në mënyrën që Arabia Saudite ta nxiste këtë vetë dhe Arabia Saudite e nxiti këtë vetë. Pra si shihni këto janë ato që janë goditur dje pra. Këto bazat, kjo baza, US Long Range Radar, US Naval Logistic Port, janë për herë të parë të goditura. Nuk janë goditur asnjëherë këto të dyja. Nga Irani. Në Oman, nga Irani. E qartë. Kurse janë herë parë janë goditur. Dje, këto të dyja. Radari, ë? Po, të dyja. Dhe në portin e Xhedas tu mbushet nafta që vjen nga Arabia Saudite. Dhe në rast se atëre, gjitha vendet e tjera të OPEC-ut dhe të lindjes mesme, normalisht në këtë moment i kanë kërkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës që përse Arabia Saudite mund ta ketë këtë favor. Dhe për të mos bërë një përçarje midis vendeve të gjirit, në mënyrë që nesër këto të bëjnë kontakte dhe marrëveshje direkte me Iranin, atëherë çfarë bëhet? Arabia Saudite godet Hutët godasin në Arabinë Saudite dhe hutët kanë deklaruar që ne do ta bllokojmë Bab el Mandebin. Pra anijet më nuk do kalojnë këtu. Pra bllokohet edhe Bab el Mandebi në këtë pikë. Dhe ky bllokim pastaj do të sjellë një rritje të çmimit të naftës në të gjithë aspektin e saj dhe do të sjellë sërish një ulje në tavolinë që do të zgjasi, do të fillojnë këto kalimet sërish me pagesa. Pra çdo gjë do të vinë në rritje dhe të gjithë ata që kontrollojnë këto çështjet ekonomike të naftës janë përfituesit më të mëdhenj. Regjia ishi mirë aty se del Bab el Mandebi atje ku bllokohet Bab el Mandebi. Dritan, ndërkohë në Iran çfarë po ndodh se dje dhe aktualisht se tham pra përfitimi është vërtet pra Trumpi për të te Irani, të shpjegojmë çështjen e Iranit, pse janë përfitues Irani në këtë aspekt edhe Irani. Aktualisht çfarë bën? Edhe Irani ka pasur probleme të brendshme për çështjet e këtij memorandumi. Pra, një pjesë e politikanëve, një pjesë e popullit kanë akuzuar qeverinë që ka lëshuar presidentin Pezeshkian edhe Arabsin edhe Galibafin. Shkohet në këtë pikë dhe tashmë në futjen e këtij konflikti të ri. Askush nuk mund të thotë më sepse kjo bie kjo memorandum.
Pra s'ka më vlerë S'ka memorandumi. më përgjegjës. S'ka më përgjegjës, s'ka më asgjë Po. në këtë memorandum. Dhe e dyta, çka ka bërë? I ka dhënë mundësi në këtë aspekt, sepse deri tashti me këtë memorandum Irani nuk mund ta ndihmonte Libanin, pra dhe Hezbollahun në Liban në luftën kundër Izraelit. Izraeli ka vazhduar të godasë Hezbollahun në Liban, ka vazhduar luftimin, ka vazhduar të prishë, pra nuk e ka respektuar këtë memorandum. Dhe Irani deri tash nuk e ka goditur Libanin, Izraelin për shkak të kësaj gjë. Po. Dhe çka ka bërë tashmë? Kjo prisha e këtij memorandumi, dalja e këtij memorandumi, i jep mundësi Iranit që nuk është më i lidhur me këtë memorandum. Dhe në këtë pikë Irani tashmë mund të marrë veprime ndaj Izraelit për çështjet e Libanit. Dhe çka kanë bërë? Në momentin që ra ky memorandum, Irani hapi për herë të parë që nga fillimi i luftës parlamentin, sepse kishte mbyllur parlamentin. Po. Dhe parlamenti është mbyllur dhe sot në parlamentin iranian do duhet diskutohet dy çështje kryesore, ngushtisa e Hormuzit dhe Libani. Pra do dalin me rezolut. Kështu që Dhe kjo rezolut nesër merr një fuqi tjetër ligjore që i jep të drejtë Iranit që të mbrojë Libanin si diçka tjetër. Pra, në këtë aspekt Trumpi po mundohet ta mbajë Izraelin diku nëpërmjet Kongresit, diku nëpërmjet presionit që Irani mund t'i bëjë Libanit, që Irani mund t'i bëjë Izraelit nëpërmjet goditjeve, që cilën tashmë nuk mund ta bënte për sa kohë ekzistonte memorandumi. Në momentin që bie memorandumi, Irani nuk është i lidhur më me zinxhir ndaj Izraelit sepse s'ka çfarë lidh më. Dhe në këtë aspekt e përdor presionin e tillë që Trumpi të jetë më i lirë në vendimarrje dhe ta ketë rrugën më të kollajshme për zgjedhjet e nëndorit. Prandaj vetëm është një kaos i kontrolluar që ju shërben të gjithëve, por që bie në xhepat e gjithë pjesës tjetër të botës dhe kryesisht të Evropës, sepse anijet të cilat do të paguajnë, pra, anijet kineze nuk do të paguajnë asnjë lek te Trumpi, as te Irani nuk paguajnë lek. Po. Anijet ruse nuk paguajnë lek as te Irani, as te Trumpi. Pra, këtë ta kemi të qartë. Të gjitha anijet e tjera që çojnë naftën në gjithë vendet e tjera të botës, përfshirë dhe Evropën, janë detyruar të paguajnë. Pra, kosto e Evropës i bie lart. Pse i bie lart kosto e Evropës? I bie lart në mënyrë që Evropa atëherë i bie që të marrë një kosto kur pagua këto 20%, i bie që i bie të marrë një naftë pak më të lirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se sa të vita marrë këtu. Pra të mbetet gjithnjë e varur te Shtetet Bashkuara të Amerikës e Evropa. Pra në këtë aspekt dhe plus që loja është e qartë, loja, nuk për çfarë është bërë një goditje tjetër? Gjatë goditjeve të para 2 ditëve kanë goditur edhe një pjesë